Të mërkurën e kaluar dëgjuat mbrojtjen e Thacit që bëri disa parashtrime që kanë të bëjnë me aspekte të themelore të çdo gjykimi për krime lufte ku përfshihen ushtar udhëheqës ligjor. Ku përfshihen udhëheqës politik dhe ushtarak. Ne ju thamë se nuk ka asnjë raport nga kryerësit e krimeve për Hashim Thacin. Ne ju thamë juve se nuk ka prova të besueshme se Hashim Thaçi kishte një rol në përgatitjen dhe shpërndarjen e komunikatave apo deklaratave politike. U thamë juve se ZPS-ja ju ofron nuk ju jep asnjë shpjegim racional apo logjik për mënyrën sepse anëtarët e NKP-s mund pretendojnë të kenë transmetuar qëllimin e përbashkët kriminal përmes komunikatave, nëse UÇK-ja të kishte patur UÇK-ja një zinxhir komandues funksional. Dhe ne ju tham juve se konsensusi i provave të dëshmitarëve ndërkombëtar dhe brenda UÇK-s ishte se Hashim Thaçi nuk dyshohej se ishte përfshirë në krime lufte dhe se ai nuk dyshohej se ishte përfshirë në ndonjë politik të pretenduar që shënjestronte të ashtu quajturit kundërshtar. ZPS-ja të hënën nuk kishte kundërpërgjigje apo argumente për të hedhur poshtë këto pika themelore, ata nuk kishin përgjigje. Nuk është që nuk kishin kohë të hënën dhe nuk mund të mbulonin të trajtojnë të gjitha pikat të rëndësishme, ata kishin akoma 45 minuta në dispozicion, kur përfunduan kishin ngelur 45 minuta kur përfunduan kundër argumentet e tyre, por nuk e bën këtë gjë, nuk kishin përgjigje. Dhe duke qenë që pas kësaj, kur ata nuk ishin në gjendje, nuk kishin mundësi që të paraqisnin kundër argumente për këto argumente thelbësore të mbrojtjes, ZPS-ja aty në përfundimin se kundër përgjigjet e tyre apo kundër argumentet e tyre të hënën, duke pretenduar që mbrojtja nuk don që ju të bëni punën tuaj, juve gjykatës, që të jeni gjykas. Në të kundërt, mbrojtja e di që ju do të bëni punën tuaj dhe ju do të pranoni konsensusin për pranimin se provat që ju kemi përshkruar juve. Në fakt është prokuroria ajo që nuk dëshiron që ju të bëni punën tuaj. Ata duan që ju të bëni punën e atyre. Ata duan që ju ata dëshirojnë që ju të gjeni prova që ata nuk mu arritën të gjenin.